Përshëndetje nga bletarive. Sot po bëja një kontroll dhe këto bletë e tjera që janë më mrapa, që janë i katëshe. Dhe po i shohim si është gjendja dhe t'i shohim do ju dhurojmë ndonjë kornizë apo akoma nuk ju nevojiten. Ose gjithmonë në parke ka dhe bletë që janë 2 katëshe, ka dhe bletë 1 katëshe, pasi i shfrytëzojnë për gjëra të ndryshme. Korniza e parë si shihet është me ushqim, edhe me bletë. Është mjaft mirë, ushqim ka mjaftueshëm. Edhe bletë edhe ushqim ka mjaftueshëm. Jemi te korniza e dytë. Korniza e dytë është me pjelli. Kemi pjellje bulosur, ka arritur tani pjellja deri këtu në fund. Mashallah, edhe këtej është me pjellje, po thuaj se 90% e kornizës është me pjellje. Bletët si shihet janë super qeta, por më shumë ti mos ja duhet për këtë pjesën këtu, sepse mund t'i shtypim ndaj bletë dhe atëherë acarohen edhe sulmojnë. Edhe sulmojnë me të drejtë pastaj. Edhe kjo këtu është me pjellje cep edhe në cep. Nga të 2 krahët, këtu në fund ka bë dhe disa meshkuj. Këtu kam një mbretëresht pa shënuar. Është e vitit kaluar, do ta kapim edhe do ta shënojmë sot. Kemi 2 korniza me pjellje, kjo është korniza e tretë me pjellje. Në mes apo ka dalë pjellja, e ka mbush prapë me pjellje. Kemi edhe meshkuj. Edhe mbretëreshën e kemi këtu. Mbretëreshën ju që s'keni eksperiencë, që nuk arrini do ta kapni me dorë, është më mirë të përdorni pajisjet. E kapim mirë për krau, pastaj e kapim tek këmbët edhe e shënojmë. Kjo është ngjyra e vitit kaluar. Por përderisa ka ngjyra akoma, e këtij viti është e kuqe, është ngjyrë e bardhë këtij viti mos gaboj. Pasi nuk është e këtij viti, mbretëreshën do e shënoj me këtë ngjyrë dhe e kam edhe tek bloku. Si shihet sapo e ngjyrosa. Edhe ajo që do i bëjmë kësaj është se do ja presim njërin krah. Edhe e kthejmë përsëri këtu, por nganjëherë kur ti ngjyrosni, mos i afroni direkt tek kolonia ose shikoni atë paktën është tharë mirë ngjyra tek trupi i mbretëreshës apo jo. Sepse nëse sapo e keni ngjyros edhe e hedhni brenda në koloni, ndodh që nganjëherë kapin bletë dhe e mbysin sepse ja ndryshon në aromën mbretëreshës. Kështu që më mirë e shënojmë dhe mbajmë pak sa të thahet. Më së miri është ta mbani brenda në kutinë, atë është ajo që shënojmë mbretëreshat, se kam marrë me vete sot, po do ta tregoj një ditë tjetër, por ju që se dini se si është. Dhe pastaj e kthejni përsëri. Te kraun ja kam prerë që mos kemi probleme me rrojitjen. Pasi jo gjithmonë ndodh që jemi këtu edhe mundemi me i kap çdo gjë në kohë, pasi unë ju kam thënë që nuk është se merrem vetëm me bletë, merrem edhe me punë tjera.
por kësaj i duhet edhe pak kohë për të rritë, sepse më tha njëri një ditë bleta, tha duhet të ketë 7 korniza me pjellje të vullosur, tha që të rojisi. Por bleta rojit edhe me pak korniza, edhe me kaq korniza sa i ka kjo, rojit, që si jepet hapësira ose s'ka ku të shtroje më shumë ti hapësirë. Por edhe po pat hapësira e prapë se prapë rojisin, disa rojisin, sa dush jepi hapësirë, bëjnë që i buk për rojitje. Pastaj varet edhe nga zona ku jeni edhe nga temperaturat. Dhe edhe kjo është me pjellje. Nga të dy krahat është me pjellje mos shumë të ditore. Meshkuj kemi prezent. Polen, siç e patëm mëngjes, po sillin super polen. Tu janë 4 korniza me pjellje deri tani. Kjo është korniza e 5. Korniza e 5. Nga ky krau këtej është me polen. Nga ky krau tjetër këtej është me pjellje në mes. Komplet është me pjellje në mes. Me pjellje ditore. Që unë po ja rrotulloj nga ky krau tjetër, që t'jetë pjellja këtej pak më afër. Shohim edhe një kornizë në fundit. Kjo është me ushqim 100%. Po, dhe nga pesha është me ushqim edhe me polen. Është shumë mirë. Ka ushqim mjaftueshëm, ka polen mjaftueshëm. Atëherë kjo si shihet kemi 2, 4, 5 pjellje. Kemi 5 pjellje të mira, kështu që tani korniza nuk kam më kornizat punuara. Tani do vazhdojmë dhe t'ju dhurojmë kornizat pa punuara. Dhe kornizën do ja dhuroj këtu. Nuk do ja japëm nga ky krau, se nga ky krau këtej i bjen dielli më shumë dhe rrin më ngrohtë. Edhe kornizën do ja vendos jashtë, do ja vendos këtu brenda. Pavarësisht se ka blet mjaftueshëm dhe këtu brenda po t'ja vendos, ose do ja vendosim këtu brenda më mirë. Edhe do e shohim pas një jave pastaj kur ta kontrollojmë prapë ka ndërtuar apo jo. Ja vendosim këtu një kornizë të re. Këtë e kemi me ushqim, me polen. Këtu është korniza e re. Kjo ishte njëra anë është me pjellje, ana tjetër është me polen edhe me ushqim. Të tjerat I kemi me pjellje. Edhe meshkuj. Si shihet kornizat janë mirë me nizë, janë goxha mirë, edhe pse nuk është e mbuluar në 100%, por është mirë. Dhe në ditët në vazhdim dhe kjo pjellja që të dali, do mbushet akoma më shumë, por do I dhuroj vetëm një, se mund ja vendosim edhe një tjetër këtej nga jashtë. Por më mirë do I vendos një sot edhe një javën tjetër dhe kjo do e ndërtojë shumë shpejt. Dhe kam marrë edhe disa shirita për varroa. Këto ishin me timol, me mente, ka disa me një fotografi me një fjalë që I ka kjo këtu, I ka disa lloj bimësh dhe thotë që është e mirë për varroa, gjithsesi unë po provoj herë e parë që e kam marrë këtë, po e provoj sot. Është kjo. Por kjo këtu mbrapa thotë që do t'i vendosen poshtë, jo në mes ose anësore, por t'ja vendosësh poshtë kosheres, thotë kjo, në fund të kornizës, siç aroma do të përtojë lart edhe do e vrasë varroën. Kështu që do e provojmë sot. Dhe ja vendos vetëm 2 copë. Që do më duhet që t'i lëvizim 2 korniza që t'i fus poshtë, sepse ndryshe nuk arri dot me I fut poshtë.
bëjmë pak vend një. Gjithmonë keni kujdes kur t'i nxirrni kornizat jashtë, shikoni se ku është mbretëresha. Sepse mund të jetë mbretëreshat e kornizat edhe mund të bjerë poshtë, sidomos në këtë rast që i kam prej kraun, po edhe mos t'i kisha prej kraun, e jo vështirë se do e gjej prapë kusherin, pasi që ka një vit e caci ku e fekondimit, nuk është se është e re edhe do kthehet direkt. Sepse ndodh me të rejat, më ka ndodhur që i kam kap për t'i shënuar, kanë fluturuar dhe më kanë hik. Pastaj kur e kam kontrolluar ditën tjetër e kam gjetë brenda në kusherin. Është kthy. Kështu që shikoni njëherë si fillim është mbretëresha apo jo. Mbretëresha nuk është sepse sapo e shënuam, do duket. Por gjithmonë jeni vigjilent. Këto shivitat që kanë të bardhë. Dhe vendosim poshtë. Ta shohim se çfarë rezultati do japi. Pasi kjo thot vendosi poshtë, por nëse ke dy kate, do të mund t'ja vendosësh këtu katit tjetër, jo direkt në kontakt me vletën. Edhe do e shohim nesër se sa varroa do bie. Se normal do e kem 1% të varroas. E mbyllim. Ose po ja vendos dhe një kornizë, tu ta ketë. Gjithsesi nuk është sa e ka shumë të nevojshme kanë dy, sepse kur I vendosim dy korniza duhet me kuptu se bleta ndahet në dy krahët edhe vonon për t'i ndërtu. Por këtë do ja vendosim këtu nga jashtë. Po jam I sigurt se të parën do e ndërtoje këtë këtu, sepse këte e ka dhe ngrohtësinë edhe këte do punoje bleta më mirë. Gjithsesi javën tjetër kur t'i bëjmë kontrollin do e shohim nëse I ka ndërtu të dyja apo vetëm njëra. E mbyllim. Të leckën që shihet e kanë bërë cop-cop. Por unë do vazhdoj t'u alej këtu sipër. Sepse disa thoni vendos korniza bletës, kornizat sipër duhet ja vendosim kur ajo e zbardh kurorën, ose që t'i ndërtoje kornizat shpejt, thot duhet ja vendosësh kur e zbardh kurorën. Por ndodh që nuk e zbardhin kurorën aq shpejt sa mendojnë disa. Në moment që vazhdon ta zbardhë kurorën aq shpejt ajo I bie që ka shumë prurje jashtë. Në moment që ka shumë prurje jashtë, normal që bleta e zbardh kurorën më shpejti edhe I ndërton kornizat më shpejti. Kështu që kësaj do I japim edhe pak ndihmë, do I japim pak shërup, gjys litër do ja hedh sot, edhe gjys litër mund t'ja hedh javën tjetër kur ta kontrollojmë prapë, sepse e ndihmon. Në moment që I dhon kornizat të reja, duhet ta ushqejmë që ajo të vazhdojë të ndërtojë më shpejti. Ja atje, siç shihet bleta po punon, po sillin polen. Kur sillin më shumë ti polen, atëherë ju nevojitet pak shërup sepse të bëje pjelli dhe ta përzihen. Që të mund të ushqehen më së miri. Siç shihet po sillin polen pa pushim. Kështu që I duhet pak shërup. Sepse ushqim kishte mjaftueshëm, por pak shërup I duhet që të japë energji më së shumti që të bëje sa më shumë dyll dhe të ndërtoje kornizat. Atëherë ju përshëndes, shihemi në një video tjetër, t'ja kaloni sa më bukur.